Të nderuar qytetarë, të nderuara media. Ligji për angazhim me punë të personave tashmë është duke u zbatuar nga 1 janari i vitit 2026 dhe paraqet hap të rëndësishëm përpara në rregullimin e tregut të punës dhe në luftimin e ekonomisë gri. Periudha e kaluar ishte dedikuar për përshtatje teknike dhe institucionale në mënyrë që ligji të zbatohej në mënyrë efikase dhe funksionale në praktik. Formalizimi i ekonomisë gri është një nga angazhimet kryesore strategjike të qeverisë, pasi ndikon drejt për drejt në rritjen ekonomike, financat publike dhe mbrojtjen e punëtorëve. Të dhënat nga enti shtetëror i statistikave tregojnë se rreth 85.000 persona në vitin 2024 janë angazhuar në mënyrë jo formale, gjë që imponoi nevojën për zgjidhjen sistemore dhe të qëndrueshme. Me këtë ligj vendoset një model më fleksibël dhe i thjeshtësuar për angazhim ligjor të kohëpaskoshëm dhe sezonal, me procedura elektronike dhe kornizë të qartë juridike. Është mundësuar angazhim i të punësuarve, të papunëve, studentëve, nxënësve dhe pensionistëve, pa humbur të drejtat e tyre tashmë të përvetësuara. Në fazën e parë, ligji përfshin veprimtaritë ku ekonomia gri është më e theksuar. Me shras pritet formalizimi i rreth 17.400 personave, kryesisht në bujqësi, turizëm, hoteleri dhe veprimtari shërbyese. Reforma sjell përfitime konkrete si për punëtorët, ashtu edhe për punëdhënësit. Procedura të thjeshtësuara, fleksibilitet më të madh, pagesë sipas orës dhe siguri sociale. Me këtë ligj dërgojmë mesazh të qartë që shteti mbështet sistematikisht ekonominë formale dhe krijon klimë të qëndrueshme dhe të drejtë afariste. Сега Македонски, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Законот на работно ангажирање на лица веќе се применува од 1 јануари 2026 година и представува значаен исчекор во уредувањето на пазарот на трудот и во сузбивањето на сивата економија. Изминатиот период беше наменет за техничка и институционална адаптација, со цел законот ефикасно и функционално да се применува во пракса. Формализацијата на сивата економија е една од клучните стратешки определби на владата, бидејќи директно влијае врз економскиот раст, јавните финансии и заштитата на работниците. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека околу 85.000 лица во 2024 година биле неформално ангажирани, што наметна потреба од системско и одржливо решение. Со овој закон се воведува пофлексибилен и поедноставен модел за легално, повремено и сезонско ангажирање, со електронски процедури и јасна правна рамка. Овозможено е ангажирање на вработени, невработени студенти, ученици и пензионери, без губење на нивните стекнати права. Во првата фаза законот ги опфаќа дејностите каде што сивата економија е најизразена, при што се очекува формализација на околу 17.400 лица, најмногу во земјоделство, туризам, угостителство и услужните дејности. Реформата носи конкретни придобивки и за работниците и за работодавачите, поедноставни постапки, поголема флексибилност, исплата по час и социјална сигурност. Со овој закон испраќаме јасна порака дека државата системски ја поддржува формалната економија и создава стабилна и фер деловна клима. Ви благодарам.